qa po thoni jo? A është kjo qantë, a kese e bërlogut? Unë për veti, kesh ka dalë me gju bërlogun, po për një moment, u merë men, që me bo me më po dikush i Balenciagës, ose ma vjetë një din, e që besa munën edhe me më denoncu. Ndash besoni ndash jo, që kjo qeni të e po, nuk është veç kese e thjesht, që që nga mësuna me po. Nuk është as kese e bërlogut, e as kese që me dojnë pazar, edhe me shti produktet brenda saj. Kjo është çanta ma e re e Balenciagës, para me ndojni. Kese e plastikës. E na i thojmë kese e ata i kanë lon edhe emër. Balenciaga e ka qujt trash pouch ose Antwerp tot. E për material të saj, që që kam ju kalëzu. Nuk është material kësej 5 centve që e kena në përshqitore, që dikon e pagun 5 cente, që besa dikon nuk e pagun as edhe 1 cent për to. Pra materiali kësaj çante nuk është plastik prej 5 centve, po është material prej lëkurës së viçit. E tash vina të pjesa jo ma e shishme e bukës, po të pjesa ma e mire kësaj kesje të bërlogut, të çmime. A i dini se sa mundet me kushtu që kjo kese e bërlogut? As ma pak e as ma shumë, në Balenciaga nëse ti do me blini kese të bërlogut, e me përdor si kur qanë, do hësh me i pagu prej 1.700 euro deri në 2.500 euro. Për një kese bërlogu. E me qëto pare në Kosovë, e din se qa muni me bo. Me qëto pare në Kosovë, fix mund është me blej 50.000 kese, e që besa me të mejtë pare për me blej buk të njëtën. E a i dini se qa ka thonë drejtori Balenciagës Demna për qëtë keset bërlogut. Si pasi, kjo është artë. E që përbjen në Kosovë, artin e kina njoft moti. Se nana tona, në qëto kese tjera, si qëto, i kanë shtim mrena saj e i kanë rujt mazdere. E që për i vjen që na jena pioner të modës, po veç nuk e na ditë që qysh me i shqit këto kese. Që tashën e kam një pytje për juve. A kishit guxu me marë që të keset bërlogut, ndarsëm të doja, veç pse kësaj i shkruan që to Balenciaga. Ose, a i shitu që mundet mi ju thonë dikosh, a mos harrove me gju bërlogun. E pa kalu ma posh mi ju tregu dësene tjera, po du mi ju vetë, a është ma shumë luks, a hajgare. Për te hajgareve pronari Balenciagës Demna nuk e ka mendu këto vetë si një qese plastike. Pra që që kena na qese plastike, ajo që shitet në Balenciaga për 1.700 deri në 2.500 euro, nuk është thjesht një qese plastike. Ndryshe prej keseve tona të plastikës, çanta atje prodhohet nga lëkura e qengjit ose lëkura e viçit. Që i bjen, aje ka punu qaq mirë, sa që edhe në ato vijat e çantës, me u dalu ta mën vijat që shdalohen në keset e plastikës, sa që me marë te për influencë edhe njerëzit me pa fiksin e qeset të plastikës që po shitet me çmim të marramendshëm në treg, nga 1.700 euro deri në 2.500 euro. Çantat pra vinë në disa ngjyra, në disa opsione, ngjyra cilat mdokët na nuk i kena për keset të bërlogut, për shembull që është ngjyra e zezë, pra vinë në ngjyrë të zezë, në ngjyrë të bardhë, me ngjyrë blu edhe me ngjyrë të verdhë. E kjo i bjen që drejtori Balenciagës është tepër shumë kreativ e përdor strategji të mirë menduara të marketingut, saqë në pak ditë nga promovimi i kësaj çante, jo kësaj çantës të po kësaj çantës këtu, ai ka arritur që me prek çdo cep të botës. Edhe një sen po du m'ja u kujtu, në vitin 2021, po këtë drejtori Balenciagës e ka prodhu edhe një çantë tjetër, po që ajo nuk ka bobujo se na nuk jena kon qaq en me modën, sa që me i pa që ato sene ose rrjetet tona sociale kanë qenë pak të mangta prej modës. Kështu që, besoj i mani men strojcat, ose nëse nuk i mani men, që pja u të regoj se qka janë. Çanta, që na në Kosovë kena thonë strojca dhe i thojna hala strojca, jënë edhe ato qeset e plastikës, e që jënë me gjërësie me madhësi bajagit madhe, që zakonisht nana tona ose gjyshet tona i kanë përdor ato për me vendos produkte ma shumë në ato çanta, që kur kanë dalë me bo pazar, ose kur kanë blej diçka që ka pas hapësirë ma shumë dhe kanë zosene ma shumë. Kështu që, drejtori Balenciagës përsëri e ka godit me këto çanta, duke i shit për $2.090 një çantë. E që pëmdo këta e vendosi që mos me lun me qaq. E mendoj halja, ma gjatë e ma gjirë, edhe prodhoj këtë kese. Kështu që, unë edhe një pyetje për fund. A e kishit ble një keset plastikës ose një çantë të Balenciagës, që duket si kese e bërlogut, po që kushton $1.700 deri në $2.500. E që ty në keseve të Balenciagës ju shkojnë në mas shumë të ajo thonja. Jo e bleni brandin e jo produktin.